Mirëmëngjes miq, jemi këtu në Kalamata, këtu jemi në Mavromatin, këtu dhe kjo është kalaja më e madhe dhe më e gjatë që ka Greqia, që mendohet se është rreth 15 kilometra e gjatë, e ndërtuar. Këtu është porta që dikur kanë pas bo luftë Athinasit me zonën e Spartit dhe Kalamatës e këto. Këta kanë qenë portat hyrëse që vinin nga Athina për sulmuar spartanët këtej. Kjo është, mendohet se është guri i vendosur nga njeriu më i rëndi në botë, i punuar nga sklevrit e asaj kohe. Kjo këtu mrenda quhet dhoma e haremit. Pra dhoma e haremit të thot njerëzit për para të tregtonin njerëz sikur tregtojnë njerëzit sot baktit, dhe kjo ka qenë quajtur dhoma e haremit, të cilat gjitha gratë që bleheshin i mbante mbreti për një javë këtu, pastaj i transferonte në qytetin poshtë ku i shiste nëpër padrona tjerë. Ndërsa këtu nga mrapa, ku do t'ua tregoj unë, është pazari i cili u bëndin të tregtia e njerëzve këtu. Shive çfarë ndërtimi kanë bërë kaq prefekt, kaq luksos i kohës, që njerëzit kur viheshin, edhe sot më anidhën, po imagjino për kohën se si ka qenë në luks. O daj këtu çfarë lloj metalesh gjen. Këtu e mirëmbajnë shumë mirë turizmi. Greqia njihet për turizmin dhe ruajtjen e tij. Shive, gjithë guri është transferuar nga lart për poshtë, me kafshë ndryshme, me njerëz, me çfarë mundeshin në atë kohë. Është mal shumë i lartë. Ja pra, në sfond poshtë kemi deti nga këtu është larg, po mali aty afër në Kalamat është as 500 metër vi ajrore, ku ngrehet pikjar mali. Shive pra miq, sa e bukur është kjo. Shive. Është mirëmbajtur. Kaq mirë. Këtu verës vjen me mira turistë dhe vizitojnë këtë. Per këtu. Madje piratët e Florinjve e sendeve me vlerë arrin me kampingje, dhe sepse ka një sipërfaqe prej rreth 14 kilometrash, cila është kala. Është shumë fantastike miq. Është shumë e bukur. Shi, lule të ndryshme. Ajo atje ka qenë kull vrojtimi që rrinin rojët e asaj kohe, gladiatorët e famshëm, ato që shumë herë u boshin dhe kurban për mbretëreshat të ndryshme. Shive miq, sa bukur. Është fantastike hecja këtu. Shumë bukur. Sa bukur është mirëmbajt. Kullat krahin tjetër janë të mirëmbajtura me të riparuara, krahin poshtë do ta tregoj, kurse këto janë shumë mirëmbajtura edhe sot. Shive pra. Shive. Këtu miq me miliona e miliona njerëz se kanë vizituar për gjatë shumë viteve. Domethënë, kjo është Pelodaj. Ati kanë pas net gladiator, rojët me shtiza më gjëna mos vinë nga Athina për t'i sulmu. Kanë pas po. Ata poshtë i kanë përfaqësuar me hegra si janë më të dëmtuar.
A dëshkema tjetër që t'i shohim. Janë fantastike, po. Ata kanë ma shumë përfaqësi. Edhe këtë si kanë përfaqësu nga mrena, jam ishtë do ua të regoj. Janë me shtilla të qelikta të cilat kanë kapur pazamentin e tyre që mos i rrëzojnë tërmetet. Po këta nuk rrëzojnë kur sepse kanë kaluar me mira tërmete. Hajde lëvizim shkën ke kraj tjetër, atje në atje ka shumë bukur.